Ky vit ka qenë një vit spektakular për bujqësinë në qarkun e Korçës. Kemi pasur 10 fishim të prodhimit të mollëve. Kryesore është që ne përfundimisht u shkëputëm nga fenomeni i prodhimit që kalbëshe, që shpërdoroshe. Tregu dobët fare dhe jemi keq me shitje. Kemi një lumë të madh këtu afër të Devollit dhe të gjitha i flakin. Kjo është deklarata që vjen e përsëritur nga fermerët në disa fshatra të Devollit. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme prej disa vitesh për tonelata prodhimesh të mbetura stok, situata mbetet e pandryshuar. Në Miraz dhe Cangonj, zona të njohura për prodhimin e mollës, mungesa e tregut bën që së paku gjysma e prodhimit të arritur me mund e kosto ekonomike të hidhet në lumin Devoll. Edhe në këto fshatra, fermerët theksojnë si shkak mos mbështetjen nga shteti të prodhimit vendas dhe importin nga jashtë. Shumica është hedhur për lumët. Edhe ajo pakica e vogël shitet me 100 lekë, domethënë të vjetra bëhet fjalë, edhe nuk u i del kosto e ilaçit një radhë parë. Ai vin tregëtari, koston që pa hy do t'ja japësh se detyruar, domethënë nuk ja ve vlerën ti gjëja së mallit, po ja ve vlerën ai. Ne vjetot më rreth gjysmën e prodhimit e kemi në lumë, me 50 lekë vinin tregtarët e mirnin, japim magazinën, i thoshim merre, ikë shpjerat i ku ta shpjesh edhe këtë vit ajo donjas. Çish na vjen keq punosh, unë kam marrë 8 milion lekë që më kanë marrë shpenzimet. E ta ecën në lumë. Këto 3 vjet të fundit, neve na ka rënë shumë shitja, aq shumë sa ne dalëm deficit dhe nuk i mbulojmë dot shpenzimet tona. 10 kërkonin 17 persona që të banin magazina frigoriferike. Asnjëri nuk jo dhe lejnë ndërtimin. Nuk është regulator i shteti. Fshatari është i falimentuar. Ne kemi edhe rrugën kryesore që nuk u hyn pugon asnjë kamion, është rruga copë. Ju kemi dhënë sugjerimet e nevojshme që këto produkte të jenë produkte të cilat të plotësojnë kërkesën që ka tregu dhe jo të jenë më me shumicë se sa duhet. Dhe jo kemi sugjeruar që të mbillin dhe produkte të tjera të cilat ka kërkesë tregu, siç është fasulja pllaqia apo speci gogozhdar. Kemi pasur pak problematik në prishjen e disa produkteve, sezoni vazhdon i shitjeve, nuk do ketë probleme në shitjen e këtyre produkteve, normalisht si vjet patëm edhe një kohë jo të mirë për sa i përket pjesës produktit të mollës u dëmtua nga breshri dhe nga ngrica e datës 18 prill. Por fermerët prej vitesh shohin si pengesë për shitjen e produktit të tyre, mungesën e tregjeve për shitjen, ndërkohë që vendi vijon të importojë këtë prodhim.